Nën këto thirrje nisi në të 8 ditë protesta qytetare, ashtu si edhe në ditët paraardhëse qytetarët u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt kryeministrisë. Me mikrofon në një skenë të improvisuar ata përcollën mesazhe të ndryshme ku dominonte kërkesa për dorëheqje të kryeministrit për të vijuar në probleme në drejtësi, arsim dhe shëndetësi. Pse themi Edi Rama të dorëhiqet? Sepse ka prishur prej kohësh kontratën politike me popullin shqiptar. Kushtetuta garanton të drejtën e pronës, por sa nga ju nuk kanë letrat e pronave që ju takojnë? Sa i kanë marrë pa rishvete dhe pa gjykata? Dorëheqje të pa kushte për Sali Berishën dhe Edi Ramën, të cilët janë dy fajtorët kryesor që rinia shqiptare ka marrë rrugët e botës dhe punon si skrëdër në fabrikat dhe në minjerat e botës. Që 13 vite më parë kemi shkruar për mua